Në fshatin Dajç të bashkisë Shkodër, gjithnjë më shumë fermerët po i drejtohen kultivimit dhe tregtimit të bimëve dekorative, duke e kthyer këtë aktivitet në një burim të qëndrueshëm të ardhurash për familjet e zonës. Shumica e banorëve janë specializuar në Itali, aty ku kanë punuar për disa vite në këtë sektor. Një prej tyre është edhe Leonat Zadrima. Ai e hapi biznesin në vitin 2017, sot është ndër sipërmarrësit kryesor të zonës. Të janë të gjitha bimë që përllojmë në vendin tonë, në zonën e Dajçit Bregut Bunës, quhen konifer edhe dronj, po pjesa më e madhe kërkojnë koniferin si është një pemë jeshile për zbukurimin e lulishtë dhe të parsive. Është koha shumë e mirë për sa i përket bimëve, edhe terreni është shumë i mirë për sa i përket bimëve dekorative këtu në zonën tonë. Bime dekorative që kultivohen në zonën e Dajçit, gjithnjë më shumë po mbulohen nga tregu i vendeve të rajonit Europës e më gjerë. Shumë janë të kërkueshme se çmimet normalisht se kualiteti është i njëjtë si në Bashkimin Evropian, po çmimet janë pak më favorshme për shtetet e Europës. Pak a shumë shesim tanë në Europën, Hollandë, Gjermani, Romani që janë shtetet Europiane, Italia, më tepër, edhe shtetet e Ballkanit. Kena rritë edhe deri në Azerbajxhan, Armeni, Turqi, patjetër. Fal kushteve të përshtatshme klimatike dhe tokës pjellore, në Dajç kultivohen një sordhojesh bimesh dekorative që nga lulet sezonale deri tek shkurrat zbukuruese që përdoren për ambiente publike dhe private.